në këtë edicion do të ndiqni. 5 objekte pa leje rënohen në zonën e mbrojtur të Radoniqit. PDK vazhdon protestën para qeverisë. LDK e LVV diskutojnë për presidentin, ndërkaq Aleanca bën konferencën. Spa Weekend vjen premier me shumë shpërblime në kino Hyrje Hona. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me vendim të ministres Fitore Pacolli, 5 prona të ndërtuara jashtëligjshëm në zonën e mbrojtur të liçenit të Radoniqit janë rënuar sot nga Inspektorati Mjedisor. Ky vendim u marr me qëllim të ruajtjes së hapësirave publike dhe mjedisit. Pas 7 vitesh përballje institucionale dhe ligjore, 5 objekte të ndërtuara pa leje janë rënuar sot në pronën e Kru Gjakova, brenda zonës së mbrojtur ujore të liçenit të Radoniqit. Rasti ishte evidentuar nga Kru Gjakova që në vitin 2019, kur inspektimi në teren kishte konstatuar se objektet ishin ndërtuar pa leje dhe në pronë të kompanisë. E për të parë nga afër ecurinë e rënimit të këtyre objekteve, e pranishme sot ishte edhe Fitore Pacolli, ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, e cila tha se kudo që ka prona ujore të uzurpuara jashtëligjshëm do të trajtohen sipas ligjeve në fuqi. Ne do të shohim kudo edhe në liçene tjera, pra të liçenit Batlllavës, i Badovcit dhe në pjesë tjera të Kosovës, kudo që ka prona ujore të cilat janë të uzurpuara jashtëligjshëm, do të vendosim rregull edhe do të sigurojmë që uji i pijes është primar për neve, pra nuk ka ndërtime në zonat ku sigurohet uji i pijes, dhe pastaj në zonat tjera, siç janë edhe porçet kombëtare dhe zonat tjera që është shumë e rëndësishme të mbrojmë edhe të zhvillojmë ato, po të zhvillojmë ato në përputhje me ligjet. Rënimi i 5 objekteve shënon kështu përmbylljen e një procesi disa vjeçar dhe një tjetër hap në mbrojtjen e hapësirës ujore të Radoniqit nga ndërtimet e kundërligjshme. Pronarët e bizneseve që operojnë në zonën e ndërmarrjeve Metaliku dhe Virginia u takuan sot me ministren Mimoza Kusar Lila, në të cilën diskutuan për fazat e implementimit të projektit për ndërtimin e zonës industriale në Gjakov, si edhe çështje të tjera që ndërlidhen me realizimin e këtij projekti. Hapësirat e ndërmarrjeve shoqërore Metaliku dhe Virginia në Gjakov pritet të shndrohen së shpejti në një zonë të rëndësishme industriale për bizneset prodhuese. Për të diskutuar rreth hapave të këtij projekti, sot u mbajt një takim i hapur me komunitetin e biznesit, ku mori pjesë edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari Lila, e cila bëri të ditur se së shpejti do të nisë procesi i aplikimit dhe ndërtimit të një parku industrial ekologjik me standarde të plota. Për komunën e Gjakovës, planifikimi i Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit është që këtu të filloj ndërtimi dhe aplikimi i një standardi të plot të parkut ekologjik industrial. Kemi prezantuar një koncept i cili Kosovës i ka munguar. Për shkak të rrethanave të ndryshme, parqet eko-industriale kanë filluar në të rajonin. Janë të prezantuara në Shqipëri, janë të prezantuara në Maqedoninë e Veriut, janë të prezantuara në Serbi, kanë filluar edhe në Ukrainë dhe në Gjergji. Dhe për herë të parë tash do të fillojnë edhe në Republikën e Kosovës. Në shtator, me 15 shtator, do të nënshkruhet marrëveshja me Bankën Botërore dhe IFC, e cila marrëveshje parasheh kriteret të cilat janë në nivel global të njohura dhe të prezantuara për parqet eko-industriale. Parku i parë me të gjitha standardet të tilla do të jetë në komunën e Gjakovës, në hapësirat aktuale të Virgjinisë dhe të Metalikut. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të Kiesa, Zana Kotori, theksoi se qëllimi i zhvillimit të parqeve industriale është krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e bizneseve. Në kuadër të parqeve, synojmë të krijojmë një lidhje më të fortë ndërmjet bizneseve, investimeve, inovacionit dhe institucioneve, duke kontribuar në rritjen e prodhimit vendor, krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e konkurrueshmërisë,
dhe tërheqjen e investimeve. Në fund të takimit, qytetarët patën mundësinë të diskutojnë nga afër, të parashtrojnë pyetje dhe të ndajnë shqetësimet dhe sugjerimet e tyre lidhur me projektin. Për ne është shumë e rëndësishme. Protestës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës para ndërtesës së qeverisë janë bashkuar sot edhe prodhuesit vendor. Ashtu si në ditët e shkuara, edhe sot u kërkua konstituimi i kuvendit dhe funksionalizimi i institucioneve. Ndërsa deputetët nga Aleanca ju drejtuan mediave me një konferencë. Edhe mërkura nuk ka shkuar pa zhvillime politike në vend. Para ditën e sotme disa prodhues vendor ju bashkuan protestës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës para ndërtesës së qeverisë, duke kërkuar konstituimin e kuvendit dhe funksionalizimin e institucioneve. Abedin Ramadani, prodhues vendori, bëri thirrje Albin Kurtit që të hap rrugë për konstituimin e kuvendit. Zotri Kurti, konstitua kuvendin. Lejoj deputet të hyjnë në salë dhe të flasin për problemet reale që qytetarët dhe fermerët përballën bizneset, ju lutemi, situata është e jashtëzakonshme. Përndryshe, nëse kjo gjendje vazhdon, për shumë prodhues vendor, falimentimi po bëhet rrezik real. Gjatë kohës së protestës, grupi parlamentar i PDK-s ka ripërsëritur kërkesën për rikthimin e funksionalizimit, ndërsa në takimin e mbrëmshëm mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s u konfirmuar se të dy partitë janë pajtuar për kriteret që duhet të ketë një president konsensual. Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe në disa rrofshe, por në veçanti sa i përket vlerave, meritave dhe kontributeve në shoqëri për kombin mbar dhe në profesionet e caktuara. Diskutuam në vullnet të mirë për kriteret dhe profilin potencial të presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës së Kosovës. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si do duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet i ketë. E deputeti Aleancës Time Kadriaj në një konferencë për media të mbajtur sot ka kërkuar që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës të jenë transparent para publikut për çështjen e presidentit. Ne nuk mundem me nol dhe dëkën mos me pas një marrëveshje politike, mirë po të jenë transparent me publikun, me qytetarët, me gazetarët, me gjithë popullin. Ne s'mundem me pengu një marrëveshje LDK-VV, nëse ata i kanë premisat, nëse ata e kanë një marrëveshje të tillë, dhe të vinë në kuvend, ta konstituojnë kuvendit, mos të shkelin kushtetutën, por ta zgjedhin edhe president. Seanca konstituive kishte nisur me 6 gusht 2026, ku u bë betimi i deputetëve, por u ndërprej pas tensioneve dhe përplasjeve në sallë, që prej atëherë seanca ka mbetur pezull pa një datë të re, vazhdimin nga ana e kryesuesit. Në ditën botërore të fotografisë, fotografi Blerim Gjocaj ka folur për rëndësinë e fotografisë, fuqinë e imazhit për të dokumentuar realitetin e për të përcjell emocione. Sipas tij, ato dokumentojnë ngjarjet e kaluara dhe tregojnë të vërtetën. 19 gushti shënon ditën botërore të fotografisë, një ditë që i kushtohet artit të kapjes së çasteve dhe ruajtjes së tyre ndër vite. Një prej tyre është edhe fotografi Blerim Gjoci, për të cilin fotografia është shumë më tepër se një imazh i shkrepur në një moment. Fotografia përfaqëson shumë gjëra. Fotografia është një mesazh. Ma veçanta fotografisë që është sepse fotografinë e kupton gjuhën e fotografisë e kupton e gjithë bota. Domethënë ka një gjuhë universale, cilën e bën fotografinë shumë dimensionale. Domethënë një foto jep shumë mesazhe në varet personit që e shef atë foto që e merr mesazhin, sepse një foto shkrepet për një çast dhe shikohet për një çast, por në atë foto ka shumë gjëra të cilat duhet me kuptuar çka ka thënë ajo foto. Ka një rëndësi shumë veçantë në mesin tonë. Pikërisht përmes një fotografie, një moment i shkurtër mund të mbetet i gjallë për vite të tëra. Ajo mund të na kthejë në një periudhë të bukur të jetës, por edhe në momente të vështira që kanë lënë gjurmë, shtoi fotografi Gjoci.
Çdo foto që ne shohim pas disa viteve, disa muajve, disa vite, na kthen në të kalune të mirë ose të brisht ose më varet çfarë kalune ka qenë, na kujton çdo çast, çdo moment, çdo lëvizje besa në atë moment, në atë fotografi, domethënë kompletohet një jetë e tërë në një fotografi. Por pas çdo fotografie të bukur qëndron puna dhe përkushtimi i fotografit. Për Blerim Gjocsin, dita e punës nis herët dhe shpesh kërkon orë të gjata, përgatitje dhe durim, deri në momentin e realizimit të një fotografie. Dita eme si fotograf është pak më ndryshe, sepse dita eme fillon shumë herët, në orën 4-5 mjesit. Deri në ora 19 mjes është staza parë. Pastaj bëhet një lloj pauze, pastaj nga ora 4 mbrëmje deri në ora 8 është pjesa dytë, cilën e bëjmë gati çdo ditë. Është një punë mjaft e lodhshme, po është frutdhënëse. Me një fjalë shkurt, në fund ditës e jep një frut shumë të mirë, sepse një foto ti e shkrep tash, po për një foto duhen disa kohë, disa orë, disa ditë besa, kalon ditë, nështë nuk shkrep një foto, po atë moment që ti e shkrep një foto, e përmbledh gjithë muin me një fotografi. Fotografit janë ato të cilat gjithmonë dëshmojnë ngjarje e historinë në kohë e rrethana të ndryshme. Prandaj fotografët i konsiderojnë ato si diçka e veçantë në jetën e tyre profesionale. Për adhuruesit e filmit të komedis Kino Hyrje Hana, të premte nga ora 20 sjell premierën Spa Weekend. Filmi flet për disa shoqe që lën pas përgjegjësitë e përditshme për të kaluar një fundjavë qetësie në një spa luksoze, por situata kthehet në kaos me vendime qesharake. 4 shoqe, një resort luksoz, një fundjavë larg rutinës. Why we need a spa weekend, massages, champagne, big comfy robes. Spa Weekend është komedia që sjell një arratisje mes shoqesh, ku gjithçka duket se po shkon mirë, derisa situatat fillojnë të dalin jashtë kontrollit. Me një kast të njohur artistësh, Spa Weekend vjen këtë të premte premierë në Kino Hyrje Hana. Një natë e menduar vetëm për vajzat, ku përveç filmit, ju presin edhe shumë shpërblime për të gjitha ato që blejnë biletën. 2 sete kozmetike nga brendi Tyrtir nga Hoffman, një palë syze Meller nga doktoresh Vjolca Gojani, një tretman fytyre nga Valmira Ramani, 2 abonime një muaj fitness nga Fitness Center në Center Mall, një manicure po ashtu një pedicure nga Nderesa Ademi, 2 tretmane 24 karat të prerje flokësh nga Trimi, 2 seanca tanning nga 50 minuta Sun Solarium. Spa Weekend shfaqet këtë të premtë në orën 20 në Kino Hyrje Hana. Gjithë shka është gati për lojrat mesdhetare Taranto 2026, ndërsa delegacioni kosovar është nisur drejt Italisë. Kosova do të përfaqësohet nga 163 sportistë në 21 sporte në edicionin më të madh të saj deri më tani. Lojrat nisin me 21 gusht, ndërsa ne do t'ju sjellim gjatë gjithë edicionit zhvillimet dhe rezultatet nga paraqitjet e sportistëve kosovar. E në ceremoninë e mbylljes, Kosovës do t'i dorëzohet flamuri i lojrave mesdhetare si simbol i kalimit të organizimit tek Prishtina, një koqire e edicionit të vitit 2030. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndamit, të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. 5 objekte pa leje rënohen në zonën e mbrojtur të Radoniqit. PDK vazhdon protestën para qeverisë. LDK e LVV diskutojnë për presidentin, ndërkaq Aleanca bën konferencën. Spa Weekend vjen premier me shumë shpërblime në Kino Hyrje Hana.
Këtu merr fund ky edicion qendror lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.